gjykata do t'i ballafaqoj me një foto të viktimës, e cila në notën kritike dëshmon se çka ka pas me vite. Fotën e paraqit në ekranët prej unë. E paraqet në ekran një foto të viktimës, e cila në notën kritike shihet se çka ka pas me vite. Është fakt në sërinë, për e fakt. Kjo është foto e Liridonës, nuk mundi me këshyr. Por shihet se Liridona në dorën e majtë të saj ka pas dy zinxhir, dy bëllëgjit të orit dhe një unos. E ndërëm vendoskët, kjo nuk është pamja e Liridonës, është vetëm pamja e dorës së Liridonës. E sheni, këtu kjo fotografi është marrë nga, po mendoj nga kur ka bo autopsia dhe është paraqit kjo pamje se çka viktima ka pas me vete në të dy duar. Siç e sheni në këtë fotografi, Liridona në dorën e saj të majtë ka pas dy bëllëzyk të orit dhe një unos të orit, ndërsa në dorën e djathtë ka pas një bëllëzyk të orit. Për më tepër, këto stoli cilat i ka pas bashkëshortja e muaj, në të gjitha stoli të orit, janë paraqitur këto në foto, pasi janë largu me rastin e realizimit të autopsisë nga mjekësia ligjore. A keni në përgjigje lidhur me këtë, me qenë se ju deklaruat se nuk e keni, nuk ka pas asgjë me vlerë notën kritike, a ki përgjigje lidhur me këtë? Me fotot që i pam, që dëshmon se Liridona notën kritike ka pas stoli të orit, ka pas gjësende me vlerë, dhe nëse ka qenë pre i grabitjes, se nuk jë marë të stoli për çudim. Sepse unë këtë pyetje ma ka bërë edhe prokurori, kur kom qenë në prokurori, dhe jam përgjigjem edhe juve. Në momentin e grabitjes, vetëm gjë që ka kërku, ka qenë telefonat dhe parat. Nuk ka kërku gjë tjetër. Nuk ka kërku gjë tjetër. Dhe kur kom ikun nga vetura me fëmijët, unë nuk e kom ditë a ka mora i diçka prej dorë apo stoli të orit. Nuk e keni ditë. Sepse nuk e kom pa ngjarjen. Ja ku zori ne, a mundesh me thonë gjykatës? Po. Fëmijët, ku kanë qenë të ullur në vetur natën kritike? A kanë qenë të afër njëri tjetrit, apo sepse vetura jo? Po, njëri ka qenë ullë mbrapa meje, tjetëri mbrapa Liridonës. Tjetëri mbrapa Liridonës. Mirë. Por nuk kanë qenë të lidhur, nëse më kujto. Nuk kanë qenë të lidhur. Po, nga cila derë kanë dalë fëmijët, kanë dalë nga dera e njëjtë, apo nga dy të ndryshme? Jo, nga dera e njëjtë. Nga dera e njëjtë kanë dalë? Po. Mirë. Kryetare trupi gjykues e ballafaqon me një foto të vendit të veturës, ku kanë qenë fëmijët e ulur, shfaqen në ekran. Po, në të veturës ku kanë qenë të ulur mbrapa fëmijët. Akuzori nem, si që sheni ju në foto, në mes fëmijëve ka qenë elshuar ajo pjesa
ndarse, aty është lodra me ngjyrë të verdhë e fëmijëve. Edhe ju po thoni që fëmijët kanë dalë nga e njëjta derë. Po. A mund të më na dhoni një sqarim sepse po shihet që hapësira ka qenë shumë e vogël, lodra ka mbetë po aty ku është, si ka mundësi me ndodhë kjo, fëmija dalin për të njëjtën derë, lodra nuk lëviz, mbetet aty, edhe pse po shihet në foto se ajo hapësira shumë e vogël për me ko është vendosur nga fëmijë sigurisht. Nuk e di gjyqtarën me po tregoj që shka ndodhë. Jo, nuk keni djeni se si ka ndodhur. Aty ishte edhe një telefon nëse e vutroj. Vlerta, vetëm një minutë trupi gjykues ka nevojë për një konsult shkurtër. I akuzuarin e. Në mbrojtjen e juaj të paraqitur në këtë gjykatë, keni deklaruar se por shpyt prej mbrojtësit e tij, keni deklaruar se ju me të akuzuarin nga një plova spontanisht e keni bler armën, revolën, dhe çmimin e keni paguar, asaj revolë e keni paguar ju. Po. Ashtë kjo vërtet? Po. Kjo është e vërtet. Nëse mund të edhe një herë me i tregu gjykatës se ju e pagujtë çmimin e një revole me cilën e ka marrë Graniti, nëse e ki një përgjigje? Po sepse ai tha që e shet dy fish të nesërmen. Kjo ishte arsyeja. Po. Kur nuk ishte për ju, sepse ai tha se Me atë qëllim e kum li. e shes dy fish. Mirë, cili ka qenë përfitimi juaj nëse Graniti e kish shit dy fish ato? Hiç asnjë përfitim, vetëm minimum. Vetëm minimum. Po. E pse ta ndihmoni Granitin? Po, sepse ishte bashkëshortari jam e shok i kushtrimit. Vetëm kaq. A keni ditë ju gjendjen ekonomike të Granitit? Jo. Nuk e keni ditë gjendjen ekonomike të Granitit. Jo. Ta akuzuarit Graniti. Muj me thonë. Nuk muj me thonë që e kum ditë. Nuk e keni ditë që Jo. gjendjen ekonomike. Po atëherë, pse pagut ju për atë revole për Granitin, për të akuzuarin Granit? Sepse ai nuk ishte parë me veti, më tha. Nuk ishte pare me vetë. Po. Ja, akuzuarin e, a e dini që ma të revole është vrau bashortja juaj? Po. E kom kuptuar. E keni kuptuar. A e dini si ka ardhur deri tek ajo revole policia, nëse e dini veç mas e ke kuptuar. Kush e çoi te ajo revole policia, si erdhi deri tek ajo revole? Unë në këtë akuzë kom lexuar që Graniti e ka fshehë diku në shtëpi, në barë apo diku, dhe aty ai ka tregu. Sipas aktë akuzës. Sipas aktë akuzës ju e keni kuptuar se Graniti e ka fshehë atë Në si ushqim të kafshëve. në ushqim të kafshëve. Diçka kështu.
Akuzuarin e, notën kritike, ju keni qenë në restorantin Etnokuqa për dorë me familje. A është kështu? Po. Sa kohë keni qëndruar në atë restorant? Nuk më kujtohet sakt, por jo më shumë se 1 orë. Jo më shumë se 1 orë. Nuk besoj. A keni ngrënë dorë në atë restorant? A keni porosi? Po. A dini çka keni hongër atë natë? Po, ushqim tradicional. Keni ngrënë ushqim tradicional. Ajo është vënuar porosia juaj apo? Jo, si zakonisht. Na kemi qenë, siç këmë tregu, edhe një javë më herët në atë restorant, bashkë me prindrit e Liridonës. Edhe prap atë natë ishim në të njëjtin restorant, në të njëjtin porosi, nuk e di që është vanu diçka. Nuk e dini që është vënuar diçka. Dhe ju thoni se e gjithë porosia, ngrënia e darkës, ju ka marrë kohë për më pak se 1 orë, apo? Besoj që është. Po, a e dini në cilën pjesë të restorantit keni qenë ullur? Po. Thoni se e gjithë koha për porosi dhe ngrënie të darkës, ju ka marrë më pak se 1 orë, është kjo e vërtet, e saktë? Po, më pak se 1 orë. Përgjigja është po, ashtu mendoj. Mirë. Akuzorin e, a dini në cilën pjesë të restorantit keni qenë të ullur? Po. Në cilën pjesë? Në anën e djathtë, në fund. Në anën e djathtë në fund? Prej hyrjes. Prej hyrjes. Po. Keni qenë në... Dhe ishte Liridona që donë të më ullë aty. Në cilën pjesë? Kishte më pak në cilën njerëz. pjesë të restorantit keni qenë ullur në natën kritike, për darkë kur keni shku? Thot në anën e djathtë të hyrjes të restorantit. Kjo ishte preferencë e Liridonës. Po, në anën e djathtë të hyrjes të restorantit. Krejt në fund jeni konë, a? Krejt në fund. Mirë. Qatë saj kohë, sa keni ngrënë ushqim, mas e keni përfundu ushqimin, a keni pas nevojë ta shfrytëzoni tualetin ju, apo fëmijët, apo bashortja juaj? Po, me sa më kujtohet, edhe djali vogël, Liridona ka shku me to. Vetë pa. Djali i vogël ka pasur nevojë dhe Liridona ka shku me të. Prokurori është kujdestore, i kom në dhonë leje më përgjigj telefon kur thirrin në urgjencë, kumke. Djali vogël ka shkuar me te ju? Edhe unë njëherë me sa më kujtohet. Edhe ju me sa ju kujtohet. Po.